Feja jonë e bukur islame është begatia më e madhe që Zoti Xheleshanu ja ka zbritur ndonjëherë njerëzimit. E agjërimi Ramazanit është shtyllë e kësaj feje. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ai i cili agjeron muajin e Ramazanit me bezem dhe bindje të plot në shpërblimet e Allahut Xheleshanu, do t'i falen mëkatet e kaluara. Nga veprat më të mëdha më të veçanta të cilat ne i bëjmë për ta synuar xhenetin e Allahut Xheleshanu, ndërto është edhe agjerimi Ramazanit, ku çdo vepër në këtë muaj shumë fishohet në shpërblime. Pejgamberi alayhis salam e përmend takimin me Xhibrilin alayhis salam, i cili thotë, është i pafat, i dështuar, ai i cili arrin muajin e Ramazanit, përfundon ky muaj e nuk i falen gjunahet. Muaji i Ramazanit është muaj i mundësive të mëdha dhe përfitimeve të shumta. Andaj, ne këtë muaj duhet të harrojmë atë me gjymtyrët dhe organet e trupit tonë. Ne me shikimin tonë mund të bëjmë gjuna e mund ta zbehim dhe të paksojmë shpërblimin e agjerimit. Andaj, nëse neve koha na kalon të pakujdesshëm, të pavëmendshëm në gjërat e kota të ndaluara, gjë që kjo në ditët e sotme është bërë shumë e lehtë për shkak se gjunahet përmes shikimit na observohen çdo ditë e në mënyra të ndryshme. Andaj, muaji i Ramazanit është një shkollë nga e cila duhet të merren mësimet e saj dhe të na shërbejnë edhe pas saj, në mënyrë që Allahu Xheleshanu të jetë i kënaqur me ne. Ne përveç se po mund të bëjmë gjunoha me shikimin tonë, ne mund të bëjmë gjunoha edhe me gjuhën tonë. Nëse ne me shikim mund të bëjmë gjuna, me gjuhën edhe mund t'i bëjmë dëm vetes, mirë po edhe mund t'i bëjmë dëm të tjerëve, mund t'i lëndojmë të tjerët. Ne me gjuhë mund të bëjmë gjuna deri në atë masa që thashë them edhe për gojimi, na i dëmtojmë veprat tona, na i shkatrojnë ato, nëse ne përmendim njerëz pa praninë e tyre, atëherë ata në ditën e gjykimit mund të marrin sevapet e veprave tona të cilat i kemë bërë. Përderisa ne aq let mund të bëjmë gjuna me gjuhën tonë, ne let edhe mund të bëjmë sevape. Thot Zoti Xheleshanu, ai i cili më përmend mua në veten e tij, do ta përmendan atë në veten time. E ai i cili më përmend mua në një tobe mbledhje njerëzish, do ta përmendon atë në një pari me lajkësh të cilët janë më të lartë se ata. Po ashtu, mund të përmendim një rast kur një njeri ka shkuar tek pejgamberi alayhis salam dhe i ka thënë, o i dërguari i Zotit, për mua urdhrat e fesë janë bërë të shumta, nuk po mund t'i përmbush ato. Më thuaj diçka që unë mund t'i përmbahem dhe të vazhdoj me to çdo herë. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë, vazhdo ta njohësh gjuhën tënde me përmendjen e Allahut. Me të vërtetë zikri është ai i cili e qetëson trupin ton dhe i bën mirë atij. Këtë mund ta themi me ajetin kuranor që Zoti Xheleshanu thotë, "Ella bi zikrillahi tatma'innul qulub", vërtet me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Mos të abstenohemi vetëm nga ushqimi dhe nga pija, sepse këtë mund ta bëjë edhe një fëmijë, mirë po të abstenohemi edhe nga veset e liga, nga të shëmtuarat, për shkak se këto nuk janë cilësi e besimtarëve. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që në trupin e njeriut është një organ, nëse ai është i mirë dhe është i shëndosh, atëherë gjithë trupi do të jetë i shëndosh, ndërsa nëse ai është i dëmtuar dhe i prishur, atëherë gjithë trupi do të jetë i prishur, e ky organ është zemra. Zemra e çdo besimtari duhet të jetë e pastërt nga mendjemasia, nga ngurtësia dhe sëmundja e saj. Thot pejgamberi alayhis salam, nëse në zemrën e një besimtari ka mendjemasi edhe nëse është e vogël sa grimca një atome, atëherë nuk do të mund t'ja ndjejë aromën xhenetit, ani pse aroma e tij ndihet shumë larg. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka arritur besim të plot ai i cili nuk ka në zemrën e tij besim dhe bindje dhe dashuri, atë që e don për vete, ta dojë edhe për vëllaun e tij. Nëse zemra jonë është e prekupuar me këto gjërat e liga të pamëmendshme, atëherë mundësia e mirë për të pastruar dhe mundësia më e mirë për të kthyer me pendim tek Allahu Xheleshanu është muaji i Ramazanit, agjerimi këtij muaji të bekuar, ku është mundësia shumë e madhe që të përfitojmë dhe të pastrohemi. Vetë mundësia edhe nga Allahu Xheleshanu që ne të arrijmë muajin e Ramazanit është një mënyrë që ne të reflektojmë ndaj vetes tonë, ta ndikojmë atë në raport me Allahun Xheleshanu dhe të përmirësojmë karakterin tonë. E vetmja këto me qëllim që të dalim të falur nga ky muaj i bekuar.